Sfida e Lecces kundër Torinus, e cila u mbyll me rezultatin 2-1, ka ndryshuar për pozitivisht frymën brenda ekipit. Sigurisht kjo pasi pikët e marra e nxorën skuadrën edhe nga zona e ftohtë në të cilën ndodhej deri pak javë më parë. Një ndryshim i tillë nuk do i shpëtonte as medias italiane La Gazzetta dello Sport, e cila në artikullin e saj ka atribuar meritat paraqitjes së denjtë të mesfushës. Thesari i Lecces është epiteti fantastik me të cilën u drejtohet dy mesfushorëve shqiptar, Medon Berisha dhe Ylber Ramadani. Jehon dy talenteve shqiptare u ka bërë dhe vetë trajneri i Lecces, Eusebio Di Francesco. Në përfundim të ndeshjes, ai ka cilësuar Berishën si njeriu që bën diferencën, ndërsa Ramadanin si të pazëvendësueshëm. Njeriu që bën diferencën është padyshim Medon Berisha, i cili luftoi me lëndime për një kohë të gjatë sezonin e kaluar. Shqiptari tani ka gjetur pozicionin ideal dhe është në gjendje të japë më të mirën. Ai ka kontribuar me 5 gola, më shumë se çdo shok tjetër skuadre. Berisha ka luajtur këtë rol shumë mirë si në mbrojtje ashtu dhe në sulm. Kisha nevojë për të në këtë rol sepse e dija që mund të shkaktonte probleme kundërshtarëve. Edhe Ylber Ramadani është një tjetër lojtar i pasëvendësueshëm, ka përfunduar timonieri i skuadrës Eusebio Di Francesco. Mesfushori Medon Berisha po kalon ditët e tij të arta në skuadrën e Lecces, kjo pasi ai ka nderuar dhe skuadrën e tij me një paraqitje dinjitoze, por jo pak herë është bërë kryefjalë artikujve mediatik me të cilat theksohen cilësitë dhe talenti i tij pa diskutueshëm. Vlerësimi i radhës vjen nga trajneri i akademisë së Young Boysit, Christian Franke, i cili dikur kujdesej dhe e kishte nën vëzhgim për rritjen e tij profesionale me Medon Berishën. Sipas tij, 22 vjeçari dalloi herët për talentin në fushë, duke konsideruar atë si një futbollist shumë vigjilent dhe dinamik në lojë. Medoni demonstroi cilësitë e tij që në moshë të re dhe ishte një lojtar interesant për ekipet tona. Nuk mund të përmendej ngjandu një lojtari të veçantë. Ai ka aftësinë ta kuptojë lojën, të marrë vendime, por është gjithashtu dhe i aftë të shënojë gola. Ai vendosi të shkojë jashtë vendit dhe ne gjetëm një zgjidhje me Lecën. Sot jemi të lumtur që ai po bën mirë në Serie A, është shprehur Franke. Rikujtojmë se mesfushori shqiptar Berisha në 11 paraqitjet e bëra në Serie A ka shënuar 2 gola dhe ka dhënë 3 asist, ndërsa sa i takon Lecces, skuadrës për të cilën ai luan, ndodhet në zonën e ftohtë të renditjes me 13 pikë.